Pas problematikave dhe shqetësimeve të ditëve të fundit të ngritura nga televizioni 6+1 Vlora në lidhje me praninë e qendrëve ndatsak në qytet e në veçanti në shëndetësore mbregdetare Lungomare, ka reaguar Drejtoria e Veterinarisë pranë Bashkisë së Vlorës. Ky institucion, i cili ka në mbikëqyrje dhe kafshët e rrugës dhe shëndetin publik gjatë kësaj të marte, e pranoi se situata është shqetësuese dhe kërkon ndryrje të menjëhershme. Në një prononcim për televizionin 6+1 Vlora, përfaqësues të kësaj drejtorie theksuan se problemi i qendrëve ndatsak nuk është i ri dhe se zgjidhja përfundimtare e tij kërkon projekte madhore dhe fonde të konsiderueshme. Megjithatë, nisur nga sensibilizimi mediatik nga televizioni 6+1 Vlora, por edhe reagimet e qytetarëve, ata bëjnë të ditur se puna për adresimin e situatës ka nisur tashmë. Sipas drejtuesve dhe specialistëve të zyrës së veterinarisë, aktualisht po shqyrtohen masat emergjente që përfshin kapjen e qenëve ndatsak, sterilizimin e tyre, si dhe mundësinë e bashkëpunimit me strukturat përkatëse për sistemimin në qendrën e posaçme për kafshët. Këto hapa konsiderohen të domosdoshme për të frenuar përhapjen e pakontrolluar të tyre në zonat urbane, e konkretisht në Vlorë, duke qenë se jemi edhe në prag të sezonit turistik dhe situata bëhet më e ndërlikuar. Autoritetet bashkiake të zyrës së veterinarisë theksojnë se zgjidhja e kësaj problematike kërkon një strategji të mirëfillt dhe afatgjatë, e cila duhet të zbatohet në mënyrë të qëndrueshme. Por njëkohësisht ata nënvizojnë se prania e qenëve në rrugë përbën rrezik për sigurinë dhe shëndetin publik, sidomos në një qytet bregdetar ku ka fluks të lartë turistësh gjatë sezonit. Ngjarjet e fundit kanë shtuar ndjeshëm alarmin. Sulmi ndaj një vajze 4 vjeçare vetëm këtë të martë, si dhe incidentet me disa turistë të huaj një ditë më parë, konsiderohen si sinjale të forta që kërkojnë reagim të menjëhershëm nga institucionet. Me afrimin e sezonit turistik dhe me rritjen e temperaturave, situata rrezikon të përkeqësohet edhe më tej, nëse nuk ndërmerren masa konkrete. Pikërisht në mungesë të një ndërhyrje të shpejtë dhe efektive, problematika e qenëve ndatsak mund të shndrohet në një emergjencë të vërtet për qytetin bregdetar të Vlorës. Ndërkohë edhe qytetarët raportojnë se qendrat ndatsak janë bërë gjithnjë më të pranishëm në hapësirat publike, veçanërisht në shëndetësore mbregdetare Lungomare, ku edhe frekuentimi është më i lartë gjatë gjithë ditës. Përballë kësaj situate, mbetet thelbësore që institucionet vendore të ndërmarrin hapa konkrete dhe të koordinuar në mënyrë që të garantohet siguria e qytetarëve dhe vizitorëve, si dhe të sigurohet një trajtim i duhur për kafshët e ndatsak.